Qytetarët shqiptar votuan dje për parlamentin dhe qeverinë që do t'i qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Procesi numërimit të votave po vijon në të gjithë KZ-at e qarqeve të vendit dhe nga numërimet e qendrave të votimit në rang vendi, Partia Socialiste kryeson e ndjekur nga Partia Demokratike. Partia Social-Demokrate deri tani është forcë e tretë. Në Lushnjë dhe Divjak, dje nisi normalisht procesi votimit në orën 7. Votimi nisi me probleme të vogla në disa qendra votimi për shkak të pajisjeve elektronike që janë zgjidhur shumë shpejt. Në këto zgjedhje janë thirrur 100.744 votues, 3.475 më pak se në zgjedhjet e 2021-shit, në 156 qendra votimi, në KZ-at 55 dhe 56. Në Divjak janë thirrur me të drejtë vote 39.868 votues, 3.008 votues më pak se në vitin 2021. Nuk munguan në këto zgjedhje edhe ngjarjet e çuditshme si kthimi një dollapi të vjetër në vend të fshet votimi në fshatin Zham. Këtu kemi vendin 3-3, nuk kishe pozicion tjetër, kështu e kemi vazhduar, dhomë në fshet e ram dakord si Komisioni Energji, bëm, në rregull, na vjen i përfaqësues i PD-s, tha do të kthejmë shu, e këthy, tani bëndë lafe tjera, ne s'kemi që bëndë tani, i përfaqësues i PD-s erdhi. Tha e duan në këtë pozicion, e këthym pozicion tjetër. E kishim dhomë të fshet, me çarçafën e gjitha, me kartonat që kemi marrë,